Të nderuar teleshikues, jemi në një nga zyrat që ofron shërbim për pensionistët italian në Durrës, pra në kryeqytetin e pensionistëve italian në Shqipëri, Durrësin, në një nga zyrat përkatëse. Përshëndetje zotërin, ju jeni? Unë jam Irena Gjani, jam një e specializuar, le të themi, në eksperte e fushës, ndjekim qytetarët italian që jetojnë këtu, që kanë vendosur të jetojnë këtu, dhe qytetarët shqiptar që jetojnë ose duan të jetojnë në Itali. Në raport me pensionistët italian, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri, cila është problematika të cilat ato po na i sjellin edhe në medias? Si qëndron sipas jush që jeni zyrë e specializuar për asistencën e zyrës? Aktualisht po përjetohet një vështirësi në interpretim ose një bllokim, le të themi, të një të drejtë të themeluar në marrëveshjen dypalshe për shmangjen e taksimit të dyfisht, që ka bërë Shqipëria me shtetin italian. Të gjithë pensionistët italian, por jo vetëm, edhe shqiptar që kanë punuar dhe jetuar atje dhe marrin një pension, kanë të drejtë të kërkojnë atë që quhet defiskalizim, të heqin IRPEF që paguhet, që janë taksat që paguajnë në Itali. Kjo bëhet duke kaluar nëpërmjet drejtorisë tatimore kryesisht në Shqipëri, e cila certifikon residencën fiskale të atij qytetari. Prej pak muajsh po ndodh diçka që nuk dim shpjegimi të japim, të paktën në mënyrë zyrtare, mbasi ekspertët e fushës dhe të përfaqësues të institucioneve të drejtorisë tatimore na e kanë verbalisht na kanë komunikuar që nuk është pretendimi atyre, flitet, bëhet fjalë për mbajtje në 15% të pensionit për një taksë që aplikohet 15% të ardhurave vjetore. Patjetër, të ardhurave vjetore, por duke bërë divën deklaratën e të ardhurave vjetore. Gjë që nuk ka qenë në vitet precedent. Kjo, sipas atyre, parashikohet që nga fundi i 2023-shit me një ligj, artikulli 67. Fuqi me 1 janar të 2024. 2024, së drejtë, dhe artikulli 67, sipas letrave që neve na çojnë, parashikon detyrimin e divës. Për ndryshe nuk u jepet certifikat. Pra diva është të ardhurat vjetore të individit, apo që vlen për shqiptarët edhe për italian. Patjetër, po. Për të gjithë ata që kalojnë 12.000 euro në vit. Dhe qytetarët që marrin 12.000 euro në vit, edhe pensionistëve njësoj si dikujt që ka qarkullim nuk është në pension? Tani këtu është ajo vështirësia te interpretimi i kësaj, sepse janë shumë paradokse që legjislatori i ka menduar dhe por nuk i ka cilësuar mirë, nuk janë krijuar mirë, nuk është krijuar një përgjigje e detajuar për këtë kategori. Dhe kush punon, inspektorët ose punonjësit aty që lëshojnë certifikatën e residencës fiskale, i riferohen po kësaj, po këtij artikulli, po pa konsideruar disa të tjera. Për shembull, njëra nga gjërat që është inkongruente është fakti që në sogjetit, në personat e përjashtuar nga detyrimi i divës, janë pensionistët. Në të njëjtën kohë, si shqiptarë dhe italianë. Nuk e citojnë shqiptarë dhe italianë dhe do të ishte drejtë. Ishte diskriminim. Absolutisht, është diskriminuese ta mendosh, dhe një legjislator nuk mund ta bëjë këtë që është italiani po e shqiptar jo. Këtu klasifikimi bëhet në bazë të tabelave të të ardhurave, jo në bazë të as të lëkurës, as të pasaportës, as të prejardhjes, sepse do të ishte diskriminuese. Dhe kërkohet me detyrim, edhe pse pensionistët janë të përjashtuar, por ajo që është akoma më grave, le të themi, është fakti që këtë vit po del kjo lloj interpretim, dakord? Por nëse do të ishte i drejtë, i bie që shteti është në defekt sepse do ta kishte aplikuar nga 1 janari i 2024-s. Jemi në 2026-ën dhe kështu jemi në shkurt 2026. Pikërisht, pra, kështu mund të pretendojnë edhe për vitet e kaluara mbasi ligji e parashikonte, por me sa dim ne, nuk mund të funksionojë retroaktiv asnjë lloj detyrimi dhe asnjë lloj ligji. Kjo është. Ju keni komunikuar me institucionet përkatëse? Ne kemi komunikuar edhe me ambasadën, kemi komunikuar edhe me drejtorinë e tatimeve, e cila në telefonat na konfirmoi që nuk kanë pretenduar nuk ka asnjë lloj aplikimi, nuk të një ligji të ri. Domethënë nuk ka një qarkore të bërë. Ndërkohë të gjitha procedurat e aplikimeve kanë funksionuar?
Jo, nuk kanë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ne kemi pasur të paktën, flas për veten time, që një numër i konsiderueshëm i kërkesave të 2-3 muajve të fundit ishin të bllokuara, mbasi vinë në mënyrë të vazhdueshme pretendimi për divën. Tani, diva duhet bërë, këta persona e kanë bërë, të paktën këta që kemi asistuar ne, ja u kemi përcjell, po na thonë jo duhet të deklaroni edhe të ardhurat që ka marrë në Itali, që vinë nga Italia, që është pensioni. Duke bërë këtë, automatikisht sistemi të nxjerr debitor dhe më duket jo korrekte përderisa ligji nuk është Përderisa pensionistët shqiptar nuk e bëjnë gjë. Okej, kështu që po procedojnë me divën 0, që tatimeve nuk i shkon mirë dhe pretendimi i pensionistit është unë ato të ardhura që marrë në Itali, taksohen në Itali. Këtu është taksimi 0, ne kemi promovuar me forcë këtë gjë dhe politikisht dhe mediatikisht. Një nga arsyet kryesore e ardhjes e kësaj zgjedhje të pensionistëve është kjo, që vemi në Shqipëri jetohet mirë, po mbi të gjitha taksohet 0 pensioni. Tani, improvizamente del ky pretendim që është i pambështetur në një ligj që neve ta konsultojmë dhe është krijuar një klim mjaft frikë. Po, që neve si profesionistë të fushës nuk dim të japim një zgjidhje e nuk dim edhe të informojmë siç duhet këta pensionistë, sepse siç ju thash, drejtues të institucioneve, ekspertë të fushës na thonë jo dhe letrat vazhdojnë të vinë me këtë pretendim. Pra tash mbrapa si do funksionoj puna juaj, se unë pash në korridor janë me paktën rreth 20 persona që po presin. Po fatmirësisht ne kemi një bashkinë utence të konsiderueshme që na kanë dhënë besimin dhe i ndjekim dhe për këtë neve mundohemi që të spozojmë edhe këto kauzat e tjera që ju falenderojmë dhe juve për mbështetjen që na jepni dhe për hapësirën që krijoni për një zgjidhje të mundshme, kështu që do të përfitoja nga kjo hapësirë që ju na jepni, t'ju çoja këtë mesazh ende përkatëse, ekspertët që kanë kompetencë, kanë target të vendosin edhe të japin një qartësi, të na përcjellin një informacion të saktë që neve ti qartësojmë të gjithë të asistuarit tonë që janë në kërkim të kësaj të drejte dhe që kjo do t'jetë e përvjetshme pastaj, sepse këta dhe pse rrin këtu do të bëjnë divën pasi mbarojnë superojnë 12.000 euro, se dhe vetë ligji për emigracionin parashikon këtë që asnjë i huaj titullar i një pensioni nuk mund ta marrë lejen e qëndrimit nëse s'ka të paktën 1.000 euro. Kështu që këta janë të gjithë i superojnë 12.000 euro. Kush ka ndenjur këtu, kush ka leje. Qartësuar vendimi politik. Po, tani të na japin të nxjerrin një qarkore që flet qartë për kategorinë. Si për juve, ashtu dhe për institucionet që ju aplikoni apo jo. Se dhe institucionet kanë përshtypjen janë të paqartë në zbatimin e ligjit. Kjo paqartësi unë e shoh që është jo vetëm për qytetarin ose për ne që punojmë, por në përgjithësi. Fakti vetë që një punonjës i të njëjtit departamenti, i të njëjtit institucion, por në një departament tjetër bën një pretendim që superiorët ose përfaqësuesit e atij enti nuk na e citojnë, më bën të kuptoj që është një situatë mjaft kaotike, e cila meriton në mënyrë urgjente një shpjegim, një hapësirë për t'u shpjeguar këta njerëz. Okej, faleminderit. Falenderojmë ne ju për sensibilitetin ndaj këtyre temave dhe shpresojmë që mesazhi të arrijë qartë dhe i fortë për ata që janë kompetent të gjejnë një zgjidhje për këtë. Është detyrë për të përcjell këtë mesazh ke autoritetet. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, ju jeni? Gioacchino Desiderio. Je një pensionist italo-shqiptar apo je arbëresh? Jam italian e arbëresh. Italian dhe shqiptar. Shqiptar, na jam shqiptar pse jetoj në Durrës, në Shqipëri, i Ronjë në Durrës. Sa vite ke këtu? Na i bën 2 vit në mars, ka mars i bën 2 vit. E ke dëgjuar këtë mundësinë e taksimit të pensionit tuaj në Shqipëri? Di do gjë. Kam dëgjuar do gjë. Duhet një fjalë më e mira, kana qeveria, kana drejtoria tatimeve. Pse ke ishte ca mirë. Ne ku jemi këtu? Për çfarë jeni ju? Jemi në oficet e INAK Albania, INAK Durazzo. Drejtoria ishte... Pra juve ju asistojnë me praktikat burokratike në Shqipëri, si pensionist. Që ka para herë që erdha në Shqipëri, erdha këtu, me asistirtën e ndodhem shumë mirë.
Pra edhe sot jeni këtu për të kuptuar nëse i do taksojeni apo jo? Erdha këtu për certifikatin fiskal të atimëve për vitin 2025. E më tha Irenia që do njeri ka editoria të atimëve që thot që ka të paguhen takset si për pensions italian. Kjo akoma nuk është zyrtare, nuk është... Ligja, për mua ligja nga thot ashtu, thot që pensiona nga paguhen tasë. Ju keni punuar në bank, keni qenë komercialist. Unë keta komercialist, punojta në bank, një dërtor banke, doja gjë adi, e kupton, një kapit. Pra e kupton konceptin ligjor të gjë. Konceptin. Janë shumë fjalë që nga kuptohen. Kush thot një fat, kush thot njëtër, duhet që a thot një autoritetit të flasë qartë. Një kritar të ofiqit. Pra të ndëruar teleshikues, i nevojitet autoriteteve shtetërore të flasin qartë, që këta zotrin të vendosin të jetojnë këtu, apo largohen. Nëse do të taksoheshit, do jetonit këtu akoma, apo do shkonit diku tjetër? Ma o disha një fat qaro, të tjetë qaro. Pas a shohu dhe do të ronjë, do të jetonjë në Shqipëri, onë vete në Tunizi pas. Do që të merret vesh nëse do taksohesh? Ka të paguhet do a gjë, ka ta di. Në Shqipëri, sepse mendojmë që standardi i jetesës në Shqipëri, sigurisht në Durrës, është rritur dhe kjo ka tërhequr dhe pensionistët, por jo vetëm dhe pensionistët, por dhe investitorët të tjerë. Ne na interesojnë pensionistët, të cilët pensionin e tyre në Itali, që marrin në Itali, e konsumojnë në Shqipëri. A sjell të mira të ardhura, cilat janë të ardhur dhe kujt i shkojnë këto të ardhur? Në fakt, patjetër që sjell të mira, se nëse krahasojmë ne pensionet e Italisë me pagën mesatare në Shqipëri, unë mund të them që janë diku te paga mesatare ose mbi pagën mesatare, ku italianët zgjedhin të shpenzojnë në Shqipëri. Dhe patjetër që duke shpenzuar italianët në Shqipëri rrisin fuqinë blerëse në qytetin e Durrësit dhe kjo bën që të gjitha bizneset të kenë një ndikim dhe marzhe të larta fitimi. Nga ana tjetër, një pjesë e mirë e le të themi apartamenteve të cilat mund të jenë të boshatisur jepen me qira nga italianët. Kjo ndikon dhe në rritjen e turizmit. Pse? Sepse pensionistët italianë vinë këtu e më pas dhe fëmijët e tyre apo familjarët e tyre gjatë sezonit verës kanë zgjedhur për të bërë turizëm, që do të thotë që ardhja e pensionistëve italianë ndikon në shumë dimensione në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin mikroekonomik, pra rritje e fuqisë blerëse etj., por dhe në aspektin makro të parë në qytetin e Durrësit. Tash ka dhe një element të rëndësishëm, janë pa taksa, pensionet e tyre janë pa taksa. Në fakt, pensionet në Shqipëri nuk taksohen. Kështu që nuk është se i bëhet në i privilegj atyre, por respektohet nga koncepti teorik në mënyrë të drejtë. Por ata konsumojnë taksa, të cilat janë këto konsumime? 15% që kudo që shkojnë, apo jo? Në fakt është 20% që për çdo blerje që ato bëjnë dhe nëse ato, le të themi, marrin shërbime të tjera, patjetër që kanë dhe të tjera taksa. Unë mendoj që për sa kohë është vendosur që të taksohet pensioni, nuk më duket shumë pozitiv. Nuk është vendosur akoma, nuk e dim qartë. Diskutohet që mund të vendoset, mendoj që nuk do të ishte një element pozitiv, që do të sillte element, domethënë, efekt pozitiv vetë, jo vetëm qytetit Durrësit, se ne themi për Durrësin, por ka dhe qytetet tjera bregdetare. Pse e them këtë? Sepse vërtet mendojmë që me taksimin 15% do të sillen disa të ardhura buxhetit shtetit. Por në të vërtetë do të jetë një koste e madhe largimi i tyre. Nga ana tjetër nuk ka sens logjik që të ardhurat të cilët janë përfituar në vende të tjera, siç është Italia, dhe për më tepër janë të ardhura nga pensioni, të taksohen në Shqipëri. Atëherë ju do më thonit në mënyrë të telegrafike, në rast se këta pensionista për arsye pragmatike vendosin të largohen në një vend tjetër që nuk taksohet, do i sillte dëm Shqipërisë kjo? Ekonomik flas. Patjetër që do t'i sillte dëm, së pari në uljen e fuqisë blerëse, së dyti në boshatisjen e shumë apartamenteve, së treti Shqipëria ne e dim shumë mirë që ka zhvillim ndërtimi dhe një pjesë e mirë e pasurive të patundshme edhe mund të blihen nga italianët, së katërti dhe turizmi. Pra nuk do të kishte një ndikim aq pozitiv turizmi në numër, se sa nëse ato të largohesh në një vend tjetër ku patjetër që janë pa taksa. Pra në një farë mënyrë ju nga pikpamja ekonomike sugjeroni që shteti shqiptar të jetë i kujdesshëm nëse do i vendos apo jo, po themi 15% në të ardhurave vjetore të tyre. Patjetër që duhet jetë i kujdesshëm, pasi ne kemi dhe marrëdhënie të mira me shtetin italian, diplomatike,
Dhe vendosja e taksave të pensionistëve do sjellë më shumë kosto se sa përfitime për Shqipërinë. Shumë faleminderit, si gjithmonë mjaft e saktë me media. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte puntata e radhës e emisionit Të gjitha rrugët të çojnë në Rom. Dhe në fakt ne sollëm një problematik të caktuar në raport me pensionistët italianë në Shqipëri, të cilët kanë zgjedhur për arsye krejt pragmatike të jetojnë në Shqipëri, për arsye gjeografike, për arsye sociokulturore dhe për arsye padyshim socio-financiare. Tashmë, për ta është duke u diskutuar, nuk kemi asgjë zyrtare, autoritetet përkatëse të cilat ne i kontaktuam nuk japin një përgjigje të qartë, por ne sollëm realitetin, por t'ja bërë me dije autoriteteve këtë realitet. Dhe pyetja që shtrohet, që shumë prej tyre kanë dhënë përgjigje në emisionin sot, është të jenë apo të mos jenë më në Shqipëri, për shkak të një takse që mund të vihet të ardhurave të tyre vjetore. Deri tash nuk e kanë patur. Ne do ta kenë, ne do të jemi të vëmendshëm. Ky emision vlen si një apel për autoritetet. Është e mira që kontributet e tyre në Shqipëri të mos na humbin dhe shkojnë diku tjetër. Na ndiqni edhe puntatat